Nuk e nevojë për një orë të tërë për të nisur ditën me energji. Mjaftojnë vetëm 3 minuta me vetdije për të ndryshuar të gjithë rrjedhën e ditës. Minuta e parë. Faleminderit. Mbyll syt dhe përmend 3 gjëra për të cilat je mirënjohës. Edhe gjërat më të vogla që kanë vlerë. Një kafe ngrohtë, një bisedë e ndjeshme, shëndeti. Minuta e dytë. Vizualizimi. Imagjino veten duke kaluar një ditë të suksesshme. Përfitoro si ndihesh kur arrin një qëllim apo kur zgjidh një problem me qetësi. Minuta e tretë. Frymarrje e vetëdijshme. 10 frymarrje të thella. Mbushe barkun me ajër, mbaje pak, pastaj lëshoje ngadalë. Qetëso sistemin nervor dhe mendjen. Praktikoje këtë çdo ditë dhe do të shihni se ditët tuaja do të jenë të mbushura plot energji.